Gjetë si e njerë? Mirë të themi. Si po të duket vetja në një emision tëndin? Me thënë drejtën, ore tani vetëm pak, a jena në intervista qa? Tani, shiko, ti je artist shumë herë më i njohur se sa unë tani, kështu që duhet të bëj një lloj interviste, kështu që kam këtu Gjetin, është Gjeti. O, Kristina po të them. Vlera Hatash, më kanë ardhur intervistat me të hundës, prandaj e kam bërë podcastin që mos të kem njerëz për të më marrë mua në intervistë, ti marrim neve ato. E ti fusum pak në thumba. Në thumba edhe me disa skeçe që do vendosim veten në aktrime në sfida që dhe unë me zipres që ta shikoj veten se si mund të jem në aktrim. Që do t'i kemi shumë të bukura skeçet me njëri tjetrin, do t'i adhuroni, e di që do t'i adhuroni. Jo, boni gaf se nuk i pëlqeni. Oh. Tani. Boni gaf. Kush është fenomeni më i shikuar? Për momentin vallai nuk s'ka asnjë lloj televizioni apo një program tjetër që mund ta zvendçoj. Që mund të jetë Big Brother. Urime vitin e ri. Guzuar. Të jemi mirë për mot. Me që nuk e tham se jemi fillim. Jo. Viti tani edhe kemi nisur mbar me emision. Po, ju urojmë shëndet, lumturi dhe lek pafund. Ju rafthesi me lek. Më e rëndësishmja shëndet. Po mirë se pa lek nuk vje shëndet, ja vashit si. Është marrëdhënia Selin dhe Miri që po komentohet shumë në rrjet si baba e bi, por ndërkohë është përtej kësaj. Më falë një pyetje, se unë jam shumë jashtë, Big Brotherit jam shumë jashtë. Po. Këtë pyetjen tani ato janë të lidhur? Jo, nuk janë të lidhur, thjesht në shtëpinë e Big Brother po mundohen të krijojnë dinamika të ndryshme që nga sfida që i vendosi Kristi, që kanë fjetur bashkë, domethënë, kanë fjetur thjesht në një krevat që ishte sfida se si do vendoseshin në krevatet të ndryshme. Kristi. Që këtu ka filluar kjo gjëja sepse që kur mbaroi sfida ato vazhduan të flenin akoma në të njëjtin krevat dhe është marrë që unë e kam si gocën time Selinin, gjëra të tilla. Por, si mund të jetë gocë kur flen në një krevat me të? Duke nisur tek momenti që ai ka thënë që e kam si vajzën time, si gocën time dhe të bësh ato lloj skenash. Unë thjesht po mendoj se po e bëjnë thjesht për dinamikë loje dhe për të rënë pak në sy. Gjithsesi duhet të themi që nuk ka asnjë lloj asnjë gjë të keqe që mund të lidhesh me një person që mund të jetë më i madh se ty. Ka ikur ajo koha e qepës që është më i madh se ty etj. Por është çështja tjetër që dihet se Miri është i martuar. Kështu që këtu na çalon e gjëja se nuk është tek mosha, sa është që Miri ka familje dhe është i martuar. Po tani urime vitin e ri. Urime. Albën i kishin futur Limin në Big Brother. Nuk e dia e Limi minon. Limi. Limi si komenton. Limi more që komentohet shumë në përrjet. Oh. Okej. O Limi. Vaj o Limi. Hajde po fusi misha të s'ka më vipa. Hajde. Jo, Gjani këshu. Jo, ne nuk i promovojmë neve këto. Kërko falje. Tani. Selen Gorgüzel. Çogüzel. Gorgüzel. Me ka marrë Hollywoodin kështu frikë, domethënë nuk. Po mirë, jo në Hollywood, shkojmë në Bollywood. Po. Më mirë, ja, aty janë. Tell me what to do, banda. Do flasim. O, zoti më. Nuk them që jam i famshëm, po në një farë mënyrë njihem deri diku. Njesh tani. Po për shembull njerëzit nuk e dinë se çfarë konsumojnë, po do e them tani, se dua ta dinë. Konsumoj, jo. Unë konsumoj sultjash. Të rinë kështu afër, do ta mash. Ta mash kështu. Romatizma. Na bie nga qielli mikrofoni. Nuk është mirë të divorcosh, sidomos kur është një fëmijë në mes, sepse do t'i mungoj e gjithë dashuria. Është e vërtetë. Do t'i mungoj
Për kujdesja ndoshta jo dhe aq shumë, po ka nevojë një fëmijë të shikojë mamin dhe babin e vet të dashurohen, të zihen, të pajtohen e tjerë. Okej. Por më pëlqeu vërtet shumë kjo që the. Tani do. 5 minutes later. Qa mund të ndodhi këtu tani? Po, duke i Hajde lidhur qa pak. mund të ndodhi? Edhe Pak suspans apo ja? Jo, mos e lë suspans mezi për sta flas. Okej. Wow, kam lexuar një lajm që nuk e thash. se ishte Prit shumë- për si do të pyes tani live se kam dëgjuar një lajm që nuk e thash. Ka dalë një lajm në rrjetet sociale që kishte dalë sikur Xheti do futej në Big Brother. Ë? E ke lexuar? E kam lexuar. Nuk e di, unë për vete nuk flas dot. A, nuk flet, më duket se do futet. Do futet me që se flet. Pse çka ke, se bëhet vetë podcastin tani. Po pra se s'dua të më ikësh. Ç'është kjo do të marrin aty? Do të marr aty live. Okej, Dhe i them më dakor. lidhni pak me Kristinën, ju lutem. Shiko. Regjia. Unë mendoj që nëse Xheti shkon në Big Brother dhe unë se di, marrëdhënia jonë merr fund. Nuk do jemi më shok. Nëse nuk ma ka treguar që do shkoj në Big Brother, domethënë, nejse. Nëse unë them që për mendimin tim Ardit Murata i ndoshta dhe futet. Dhe për Marilyn Monroe që është folur që Oh, pasi është gjetur e vdekur nga overdoza, e kanë marrë për set fotografik edhe pse ishte e vdekur, e kanë veshur, e kanë rregulluar dhe me sa di unë edhe e kanë përdhunuar. Po. Nuk e di ti këtë? Si? E kanë përdhunuar, po, e kanë përdhunuar. Të vdekur? Tani, kështu thënë lajmet, unë nuk e di. Me sa kam dëgjuar unë, Kam parë shumë intervista të P. Diddyt që ka qenë me shumë artistë të tjerë, i ftuar në një intervistë dhe Po. çfarë bënte ai, për shembull, e mbante dorën këtej dhe ndërkohë i prekte diku. po e Dhe kuptoj. dikush ja mori dorën dhe ja hoqi, do Qa çua thua? diçka e tillë. Jo, Nuk e mbaj mend se raste të kush, tilla, po e kam parë diku. Qa më bën mua më shumë përshtyt Pierre është ajo pjesa pse e thënë gjatë gjithë kohës thank you Beyoncé. Po pra që falenderojmë Beyoncé në kot, sepse thuhet se Beyoncé ka dashur gjithmonë që të jetë e para në estradë. Dhe domethënë ka pasur lidhje të forta me P. Diddy. Me P. Diddy ka pasur lidhje të forta, domethënë kjo, si e ka emrin ai, Jay-Z, Po. burri i saj dhe P. Diddy kanë qenë gjithmonë të lidhur bashk, që i bënin të gjithë këto pisliqet në thonjza bashk. Kështu që në momentin që nuk dilte Beyoncé që të fitonte para, të gjithë njerëzit që për shembull fitojnë do falenderojnë Beyoncé sepse të nesërmen i vrau. Kështu është Na dëgjuar. piu e zeza. I vrau të nesërmen. Jo. Nëse mbije mua në herë inshallah të shkoj tek ato që janë Në Hollywood. po që janë Po. ato festat që marrin Grammy. Po, Nëse mbije aty do them thank you Beyoncé, të dua shumë. faleminderit Të dua Beyoncé, shumë. Beyoncé s'e di fare kush është. Beyoncé kush është ky? Pse më thot më faleminderit. Kush u ky? Kush është ky ka doli ky? Pa, kështu kam ndodhur një moment ku kam qenë rrugës dhe ishte një djalë i vogël edhe Po. i thot nënës vet, i thot oh no, shive Xheti. Po. Kush u Xheti mi nom? Edhe unë që nga këtu isha. Hec, jeto, hec.